në interpretimin tuaj si jurist, po dhe si shëndrim I Partisë Demokratike, në këtë rast, cila do duhet të ishte veprimi që do bëhet dhe cili institucion një farë më për shkelje në këtë rast, është presidenti apo është Këshilli i Ministrave? Së pari do duhet t'i kujtojmë qytetarëve shqiptar që ky është një skenar që është parajmëruar nga kreu I Partisë Demokratike në një konferencë për shtyp ku bëri me dije dhe transparencë qytetarëve shqiptar planin që kishte Edi Rama për të keq përdorur presidentin e Republikës dhe për të shkelur Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kushtetuta është e qartë, qoftë për organin që vendos për shkarkimin, qoftë për të drejtën e ankimit që ka organi I shkarkuar. Dhe në mënyrë automatike, thot Kushtetuta, vendimi I shkarkimit pezullohet. Dhe presidenti I Republikës, që është autoriteti për të shpallur zgjedhjet, do duhet verifikojë të gjithë procedurën përpara se të konstatojë ekzistencën e vakancës dhe dekretimin e zgjedhjeve. Pra në përputhje me Kushtetutën, presidenti nuk mund të dekretojë datë zgjedhjes. Nëse më pyet se çfarë do bëj jo presidenti, por Bajram Bega I ulur në karrigen e institucionit të presidentit të Republikës, unë besoj që do të bëj atë që do të urdhroj Edi Rama. Ka treguar në të shkuarën e tij që nuk pyet as për kushtetutë dhe as për ligj. Por kjo do të ishte një nga ato shkeljet e rënda në ushtrim të detyrës që sjell përgjegjësi për presidentin e Republikës, sepse është e zeza mbi të bardhë në kushtetutë që në moment që ankohet në gjykatë kushtetuese, ndryshe pastaj humbet efektivitetin e drejta për të ankuar në gjykatën kushtetuese. Ky është një vendim që do ta marrin strukturat e Partisë Demokratike, pra kryesia e Partisë Demokratike. Unë uroj shumë që presidenti I Republikës të respektojë Kushtetutën, gjithashtu di që kërkesa përkatëse, edhe pse kam zero interes për fatin e Erion Veliaj, pra për mua dhe për Partinë Demokratike, do duhet ishte shkarkuar shumë kohë më parë për shkelje të rënda të ligjit tashmë të provuara edhe nga prokuroria, por sa kohë ka një proces që e përshkruan Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ajo do duhet të respektohet. Dhe unë besoj që edhe gjykata kushtetuese ka një rol për të luajtur në këtë drejtim dhe besoj pas marrjes për trajtim të kërkesës do duhet njoftojë dhe atë që Kushtetuta ka automatike pezullimin e efekteve të vendimit të Këshillit të Ministrave. Gjykata kushtetuese sapo ka dhuar një përgjigje të Oranus, ka thënë se nëse kemi publikuar në regjistër të bazë vlefshme me njoftimin publik. Nëse zoti Bega I shpallta në zgjedhjeve, pra do të jetë një shkelje kushtetuese përmes këtij mesazhi, apo dhe nëse e shpallta në zgjedhjeve, apo do iniciojë Partia Demokratike shkarkimin e presidentit të Republikës? Nuk e kam lexuar të plot përgjigjen e gjykatës kushtetuese, por procedura e kërkon që në momentin që kërkesa regjistrohet në gjykatën kushtetuese, pra ajo pranohet si kërkesë ankimore, automatikisht pezullohet. Dhe në gjykimin tim, edhe për të shmangur një përplasje institucionale, gjykata kushtetuese nuk do duhet kursehet vetëm me regjistrimin në regjistër, por duhet të sqarojë që vendimi I Këshillit të Ministrave është pezulluar. E përsëris nuk do të kishte shkelje më flagrante. Besoj Ambrozia nuk është juriste, ju nuk jeni jurist, po e keni lexuar nenin në kushtetutë, pra nuk ka nevojë të jesh jurist për të kuptuar që në momentin që depozitohet ankimi në këtë rast në gjykatën kushtetuese, pezullohet automatikisht dhe nuk ka shkaqe, pra ka një gjë për ta qartësuar, nuk ka shkaqe të tjera për të shkarkuar antarët Këshillit Bashkiak apo kryetar bashkisë përveç atyre që parashikohen shprehmisht nga Kushtetuta. Pra ligji zbërthen atë që ka autorizuar Kushtetuta, nuk shton rrethana të reja. Përpasoj procesi normohet vetëm nga Kushtetuta, se bëhet fjalë për një mandat të fituar nga vullneti I qytetarëve, pra mandat kushtetues. Dhe siç janë rastet e përfundimit mandatit
për deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, ku shkaqet janë të listuara në kushtetut, në të njëjtën gjë edhe shkaqet për shkarkimin e një kryetari bashkie janë të listuar në kushtetut. Por e përsëris nga Bajram Begaj, unë pres ta shpall Shqipërinë edhe Republikë kryeministrore. Pra, çdo gjë që i shkon nga Edi Rama nuk konsultohet as me kushtetut dhe as gjë tjetër, ka vetëm një Bibël, Kur'an, që është urdhri i kryeministrit Edi Rama. Ju paralajmëroni që do jetë vetëmarrja e kryesisë së Eragonit dhe